Vetëm 1/4 e grave në Kosovë janë ekonomikisht aktive, ndërsa në mesin e pjesës tjetër janë gratë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, ato që i kanë sfidat më të mëdha për punësim. Këto janë të gjeturat kryesore në analizën që u prezantua në kuadër të tryezës së diskutimit me temën Analiza platformës Superpuna dhe ndikimi i saj te këto 3 komunitete organizuar nga Forumi Ekonomik i Grave. Koordinatorja këtij forumi, Sajide Mustafa, tha se krijimi i një vendi pune nuk nënkupton domosdoshmërisht fuqizim ekonomik, veçanërisht kur paparazi gjinore dhe ato sociale vazhdojnë të jenë të pranishme. Sot gjithnjë më shumë po kuptojmë se krijimi i një vendi pune nuk është i barabartë me fuqizimin ekonomik, sepse kemi një hendek të madh gjinor në tregun e punës. E kur janë në pyetje komunitetet, kjo pabarazi është edhe më theksuar. Për to, fuqizimi ekonomik kërkon më shumë politika të përgjithshme, kërkon politika të drejtuara, të ndjeshme dhe gjithëpërfshirëse. Në këtë kontekst, politikat aktive të tregut punës të vendosura nga qeveria e Kosovës vitet e fundit janë instrumente kyçe. Platforma Superpuna është një iniciativë e rëndësishme në këtë drejtim, duke synuar të lidhë të rinjët me tregun e punës përmes subvencionimit të pagës. Megjithatë, një pyetje thelbësore mbetet, a mjafton kjo? Apo krijojmë një mundësi reale për fuqizimin ekonomik, apo vetëm vende të përkohshme pune dhe çfarë rezultati po sjellin? Drejtoresha e zyres së Caritas në Zvicër, Astrid Wayne, bëri të ditur se gratë dhe vajzat nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian vazhdojnë të përballen me barriera duke filluar nga qasja në arsime deri te mundësitë e punësimit. At the same time, today's discussions invite us to look more deeply who is benefiting, who may still be left behind, and what more is needed to ensure that employment measures truly contribute to long-term and inclusive economic integration and women's empowerment. This is especially important when we speak about women and girls from the Roma, Ashkali, and Egyptian communities, who often faces several barriers at the same time, related to access to education, skills development, information, formal employment, social protection, and sometimes discrimination. For many women, particularly those from marginalized communities, one job opportunity can be an important step, but it's not always enough on its own. Se pengesat nisin shumë para momentit të punësimit, e tha dhe hulumtuesja nga Qendra për Studime Gjinore e Kleva Zeneli, gjatë prezantimit të analizës me shifrat alarmuese. Vetëm 24.5% e grave janë aktive në tregun e punës, pra që janë në marrëdhënie të punës ose që janë duke kërkuar punë, duke lënë 75.5% të grave ekonomikisht jo aktive. Kjo shifër na tregon se sfida kryesore për një pjesë të madhe të grave në vendin tonë nuk është thjesht me e gjetë një punë, po me i tejkalu ato barriera derisa mbrin tek një vend i punës edhe mundësitë fillestare për të hyrë fillimisht. Ky përjashtim prapë mendoj që nuk i prek të gjithë gratë dhe vajzat njësoj. Komuniteti i grave rome, ashkalike dhe egjiptiane në Kosovë është dukshëm më i prekur, është shumë fish më i diskriminuar se sa gratë e komunitetit shumic, apo se burrat e komunitetit jo shumic. Ato përballen shumë më shumë me cikël të mbyllur të varfërisë, me qasje minimale në arsim cilësor, aftësim profesional, si dhe me një ekspozim të vazhdueshëm ndaj punësimit jo formal pa asnjë mbrojtje ligjore apo sociale. Tryeza përfundoi me thirrjen që sukseset e politikave të punësimit të mos maten vetëm me numrin e vendeve të krijuara të punës, por edhe me ndikimin që ato kanë në uljen e paparazive dhe krijimin e mundësive të barabarta për të gjithë.